njerëz që bëjnë sherrë, edhe nga ana tjetër shpifin për të tjerë për ta mbrojtur veten e tyre, ç'a më bën me ta. E para mund të menet sa më larg prej tyne, nëse veç ke pas punë dhe je sprovu me ta, atëherë mundo që ti me nxjerr argumentin edhe me i bë me një farë me hor ata me shpifjet edhe sherrët e tyne, domethënë me mbrojt veten. Siç ka vepruar Jusufi alayhis salam kur e kanë akuzuar për moral, ajo grua që e ka akuzuar, Jusufi alayhis salam ka thonë, unë s'kam bën kur gjë, po ajo ka dashur domethënë me më thirr në amoralitet. Edhe pastaj argumentet, elhamdulillah, Allah i ka thënë që e ka mbrojt Jusufin, ka dalë Jusufi alayhis salam i pastër. Pra në këso situata nuk duhet me heshtë edhe me pranu fajnë kur s'ke bon faj. E pasaj kur ta kupton tipin se çfarë idiotë është, çfarë shpifsi është, duhet me nejt larg, mos me pas punë me ta, domthon as që thot populli mos me hy, as mos me dal me ta, as mos me blej, as mos me shit aty kur gjë. Edhe nëse e ke akraba, mu distancu prej tij, vetëm në raste emergjente, domthon në darsëm në dekë që duhet me shku me apo për hajër ose me ashtosh kryt, përndryshe me u distancu prej tipave të tillë. Pra jo gjithmonë me ra viktim e tyne edhe me ba sabër.